Megjithatë, doktoresha, ka shumë mjekë të cilët janë kundra shërupeve për uljen e temperaturës, kundra shërupeve të kollës, pra ka teori të ndryshme për këto. Ju, në fakt, cilën teori përkrahni, sepse realisht edhe shumë teori për shërupe të cilat mund të japin pasojë në të ardhmen. Ju çfarë rekomandoni konkretisht? Mjekimi i infeksioneve të rrugëve të sipërme të frymarrjes është simptomatik. Janë bllokuar hundët, duhet të hedhim një ilaç që ja zhbllokon hundët dhe ajo që është më komode për fëmijën është një spray nazal. Sepse ka dhe atë mekanizmin me presion, aq sa i nevojitet një fëmijë të 6 muaj, po themi, deri në 3 vjeç. E dyta, në lidhje me fytin, një spray për ta zbutur fytin. Duhet kemi parasysh shenjat, në qoftë se shenjat janë të ashpra, do me thënë frymarrja me zhurmë, me stridor, janë dy shenja që kërkojnë me njëherë ndihmë mjekësore. Ndërsa një kollë e lehtë ngacmuese e fytit është thjesht një refleks mbrojtës, nuk kemi pse shqetësohemi për këtë. Vëra Avoidafine, hidhi sprajtin në hund, sepse ai rrjedh nga pas dhe i zbut fytin, një fëmijë 0-1 vjeç që nuk mund t'i përdorim shirupe kolle.